Vendimi i Rilindjes Demokratike Kombëtare për të mos bashkëpunuar me PD-shin dhe LSDM-n është i prerë pasi që ky subjekt politik ka dallime të mëdha thelbësore me programet e partive të lartë përmendura, kuadrot dhe vizionin për zgjidhjen e problemeve. Edhe pse jemi parti politike opozitare, ne gjithashtu jemi edhe konkurrent në zgjedhjet e radhës lokale, gjatë të cilave do t'i masim forcat në shumë komuna. Bashkëpunimi i LSDM-s me PD-shin është konjunktural dhe ka qëllime afatshkurtra, pasi që këto dy subjekte politike nuk kanë asnjë qëndrim të përbashkët për asnjë çështje politike, përveç që të zëvendësojnë VMRO, DPMN-in dhe BDI-n në ndonjë qeveri të ardhshme. Nëse dikush mendonte se RDK-ja dhe unë personalisht, si Rufi Osmani, do të hyjmë në gërshër politike mes Crvenkovskit dhe Thaçit, është mashtruar në mënyrë shumë naive. Sa i përket situatës së tensionuar politike që kaploi vendin, Osmani thot se nëse qëllimi i këtyre tensioneve është që qeveria të ngritë rejtingun e VMRO, DPMN-s dhe BDI-s me qëllim që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare së bashku me ato lokale, një gjë e tillë është e pranueshme edhe për opozitën, por me kusht që gjatë kësaj periudhe do të formohej një qeveri teknike që do të zgjidhte çështjen e emrit dhe do të organizonte zgjedhje të lira dhe demokratike. Tensionet artificiale që po krijohen në relacionin VMRO, DPMN dhe BDI nuk kanë bazë reale nga fakti se të dy partitë politike nuk kanë alternativa për të ndrruar partnerët momental të koalicionit në kuptimin e ruajtjes së qeverisë ose krijimit të shumicës së re parlamentare. Këto tensione janë të ngjashme me rrahjen masive që ndodhi në Kalat të Shkupit. Këto komente kryetari i Rilindjes Demokratike Kombëtare, Rufi Osmani, i ka bërë në intervistën e tij dhënë për javore në gjuhën maqedonase Graxhanski.